Prokuroria e posaçme ka reaguar zyrtarisht në lidhje me operacionin e zhvilluar mbrëmjen e së premtes në zemër të Tiranës, ku u goditën disa call centera që dyshohet se për një periudhë të gjatë kanë arritur të mashtrojnë shtetas të huaj, duke ju vjedhur miliona euro. Sipas faktet, persone janë arrestuar ndërsa 3 të tjerë janë shpallur në kërkim të dyshuar si të përfshirë në skema të mashtrimit kompjuterik. Në formën e grupit të strukturuar, kriminalat kanë arritur që të mashtrojnë mijëra qytetarë të huaj, italian, gjerman dhe në vende të tjera të Evropës. Organi posaçëm i hetimit sqaron se operacioni u nis pas një emisioni investigativ italian që denoncoi raste të shumta. Ishin vetë gazetarët italian ata që i dorëzuan pranë SPAK materiale të bollshme për hetime të mëtejshme. Byroja kombëtare e hetimit zbuloi se në një kull në zemër të Tiranës ishte ngritur një call center, ku përmes mashtrimit kishin arritur që të përfshinin mijëra shtetas të huaj për investime fiktive në kriptomonedha. Në njoftim SPAK shpreh dhe për dekonspirim të operacionit, pasi shton se ekzistojnë indicje të qarta se mbrëmjen e 15 janarit punonjës të call centrit kanë njoftuar pronaret për një ndërhyrje të mundshme. Pas kësaj në orët e para të mëngjesit të ditës tjetër, disa persona tashmë të arrestuar kanë larguar pajisjet dhe kanë boshatisur ambientet, duke i larguar në një tjetër kull luksoze po në zemër të kryeqytetit. Gjatë kontrolleve në këtë ambient u gjetën kompjutera, telefona, harddiskje, laptop, karta të ndryshme SIM, dokumente, bloqe me shënime të tjerë. Në total me urdhër të prokurisë së posaçme janë kontrolluar 28 ambiente ku përfshihen banesa, automjete, zyra, garazhe. Gjithashtu janë sekuestruar dhe automjete të përdorur nga autorët e dyshuar, si dhe një automjet luksoz i markës Ferrari që dyshohet se i përket organizatorëve të këtij aktiviteti.